Falëndërimi dhe lavdërimi takon Allahut të plotfuqishëm për të gjitha begatitë që na ka dhënë. I dërgojmë salavat dhe selam të dërguarit Allah Muhammed alayhis salam, familjes së tij, sahabëve të tij dhe të gjithë robërve të mirë të Allahut. Të nderuar besimtarë, Zoti i lartësuar na ka dhënë shumë të mira që ne nuk mund t'i numërojmë. Mirë po, midis këtyre mirësive ka një që është më vlefshme dhe më rëndësishme se të gjithë të tjera. Ajo është imani, të nderuar vëllezër, pra besimi jonë. Sepse njeriu lartësohet dhe nderohet me besim. Zemrat tona gjejnë qetësi me besim. Ndërgjegja jonë pastrohet me besim. Mendjet qetësohen me besim. Varret ndriçohen me besim. Dita e Kiametit do të bëhet më e lehtë me besim. Pra xheneti fitohet me besim. Të dashur vëllezër, çfarë është besimi? Çfarë është imani? Besimi është të pranosh me gjuhë dhe të besosh me zemër të gjithë ato që i dërguari i na i solli prej Allahut. Kur Xhibrili alayhis salam e pyeti pejgamberin alayhis salam çfarë është imani, i dërguari i Allahut u përgjigj: besimi është të besosh në Allahun, në engjëjt e tij, në librat e tij, në të dërguarit e tij, në ditën e fundit dhe në kadrin, si në të mirën ashtu edhe në të keqen. Zoti i madhërisëm thot në ajetin koranor: ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira do të hinë në xhenetin Firdaus, ku do të qëndrojnë përjetësisht dhe nuk do të dalin kurrë prej tij. Të nderuar vëllezër, kushti i parë për të nderuar me Islamin është besimi në Allahun. Besimtari beson me gjithë shpirt se Zoti është një, se ai e krijoi gjithçka nga asgjë, i jep jetë dhe i drejton të gjitha krijesat. Ai, besimtari, pra, adhuron vetëm Allahun dhe vetëm prej tij kërkon ndihmë. Të nderuar vëllezër, besimtari, pra që lidhet me sinqeritetin me Zotin, ai e gjen paqen e praninë e engjëllve që janë gjithmonë pranë tij, e ruajnë dhe lutën për faljen e tij. Besimtari përmbahet fort Kurani familjar, që i jep shërim shpirtit e trupit, qetësi zemrës e mendjes, kuptim fjalës e jetës. Ai e ndjek sunetin të dërguarit alayhis salam, i cili ishte shembulli më i bukur i jetës sipas Kuranit. Sepse ai e di mirë fjalën se fjala më e bukur është fjala e Allahut dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi të dërguarit të tij. Besimtari e din se kjo botë është e përkohshme, kurse bota tjetër është vendbanimi i përhershëm. Ai jeton me ndërgjegjen se për çdo vepër që bën në këtë botë do të japën llogari në botën tjetër. Ai beson se çdo gjë, pra e mira dhe e keqja, ndodh vetëm me izin e Allahut. Megjithatë, ai përdor arsyen, vullnetin dhe ndërgjegjen për të arritur të mirën, të drejtën dhe të bukurën. Sepse detyra e robit është, pra detyra e besimtarit është të punojë dhe të përpiqet, pra të mundohet, derisa caktimi i përket vetëm Allahun xhaleshanu. Të dashur vëllezër, që besimi të rënë në zemrën tonë, duhet ta pasqyrojmë atë në jetën tonë të përditshme. Dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: besimi përbëhet nga më shumë se 70 degë. Më e larta prej tyre është fjala la ilaha illallah, ndërsa më e ulta është largimi i pengesave nga rruga. Edhe turpi është një degë e besimit. Kur e përmendim shtillën e parë të imanit, ata që e falin namazin me plot bindje, me veprat e tyre tregojnë jo vetëm se besojnë në Allah, por edhe se i besojnë Allahut. Dhe kjo është shfaqja e besimit dhe nështrimit të plot ndaj tij. Ne e dimë se rruga që ai na ka udhëruar na çon drejt lumturisë dhe shpëtimit. Ka njerëz për shembull që sprovohen me sprova të rënda, me humbjen e fëmisë, por vetëm zemra e mbushur me plot iman mund ta përballojnë një sprovë të tillë. Pra, ne të tregojmë me veprat tona se ne i besojmë Allahut xhaleshanu. Një herë i dërguari i Allahut ka thënë për atë që nuk ka iman, nuk do të hijë në xhenet ai njeri nga dëmi i të cilit nuk është i sigurt fqini i tij. Pra, fqini çfarë do feshi të ketë, duhet të jetë sigurt nga ne. Dhe na mësoi i dërguari sallallahu alaihi wasallam që të duam njerëzve atë që duam për veten tonë. Se nëse ne nuk jemi kështu, atëherë nuk ka shoqëri të shëndoshëm. Ai që nuk ua do të tjerëve atë që e do për vete, ai duhet të bëjë vetë llogari. Çfarë imani ai posedon? Se nëse jemi të shëndetshëm, le të dëshirojmë edhe të tjerët të jetë të shëndetshëm.
e se jemi të pasur, le të dëshirojmë që edhe të tjerët të jenë të pasur. Ruajmë nga zëlia, vëllezër të dashur. Prandaj, vëllezër të dashur, le të përpiqemi të jetojmë sipas vlerave në të cilat ne besojmë. Të sigurohemi që çdo krijesë të ndihet të qetë nga dora dhe gjuha jonë, të ruajmë të drejtat e njerëzve, të përhapim dashuri e mirësi rreth nesh. Dhe në fund, mos harroni të nderuar vëllezër se lumturia në këtë botë dhe në botën tjetër është për ata që i bindën Zotin me përkushtim, që i përmbahen me sinqeritet shtillave të besimit, që vazhdojnë me devotshmëri në adhurime dhe nuk heqin dorë nga morali i mirë, pra nga sjellja e bukur. Elus Allahu Gjeleshanu që të na falë dhe me shëroj dua, namaze dhe vepra tjera të mirë të na i pranoj, neve të gjithëve dhe prindrit tanë, familjet tona, prej zjarrit të na shpëtoj dhe të na shpërblej me xhennet në shoqërinë e pejgamberëve, shahidëve dhe njerëzve të mirë. Amin rabbil alamin.